Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije për Bejs Kallakun ndahet nga jeta familjare i tij. Këngëtari i njohur dhe aktori i humorit shumë i dashur nga ju, Bejs Kallaku, ka ndarë me ndjekësit një lajm shumë të zi për ditën e sotme. Aktori ka publikuar një video në Instagram ku shkruan: "Shpirti yt i bukur qoftë me ëngjujt vëlla. Mëshira e Zotit qoftë me ty o fat." Nuk dihet nëse Bejsi e ka pasur shok të ngushtë, mik të familjes apo ndonjë kushëri të afërt. Ajo që mund të thuhet është se Bejs Kallaku e paska pasur këtë njeri pjesë të zemrës së tij, për aq kohë sa e quan vëlla. I shprehim ngushëllimet e sinqerta aktorit të humorit për humbjen e këtij personi kaq të afërt për të.